Ideja panairit ka qenë që të krijojë një hapësirë gjithëpërfshirëse, domethënë për gratë mbijatuara nga dhuna seksuale të kenë mundësi të i ekspozojnë produktet e tyre agrikulturore, bujqësore, domethënë po ashtu dhe artezanale. Qëllimi i këtij panairi është që të krijojë një fuqizim ekonomik, të e promovojë pavarësinë financiare dhe të promovojë një histori tjetër të mbijatuarve, domethënë një histori të reziliencës. Ky panajër ka filluar në Prishtinë, është përmbyllur. Nesër dhe pasnesër domethënë do të jetë në Gjakov. Ndërkaq pastaj në javën tjetër fillojmë në Pej, Prizren, Gjilan, Mitrovic dhe Ferizaj. Domethënë në 7 komuna kryesore. Praktikisht në 7 komunat kryesore. Po. Nuk kupton gjithë Kosovën. Po, fiks. Unë personalisht qëndroj fan si madh iniciativave të tilla. Edhe sapash edhe fotografitë e punimeve dhe të produkteve që do të shfaqen në këtë panajër ishin vërtet pasionuese.